Fotografi të trashëgimisë kulturore dhe lokaliteteve arkeologjike të Gostivarit me rrethin të realizuar ndër vite janë ekspozuar në Gostivar. Vendi përzgjedhur për këtë ekspozit ishte simboli i Gostivarit që po ashtu bën pjesë në trashëgiminë kulturore të qytetit Kulla e Sahatit. Aktiviteti erdhi në vigjilje të shënimit të 18 prillit, ditës ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore. Bartës i ceremonisë ishte qendra për konservim në Gostivar. Cvetko Novakovski, drejtori i kësaj qendre, bëri të ditur se ky organizim tashmë 3 vite me radhë organizohet në Gostivar. Danas që predstavimo klub PS fotografi. Sot do të prezantojmë rreth 50 fotografi nga objektet e vjetra në Gostivar që janë në mbrojtjen tonë. Te disa prej tyre janë kryer rikonstruime dhe restaurim, ndërsa te të tjerat jemi në rrjedhë sipër. Po ashtu kemi fotografi nga lokalitetet arkeologjike, sikurse Kalaja e Gjenovicës dhe Kalaja e Ravenit. Novakovski theksoi se qyteti ynë me rrethin disponon me një numër të madh të objekteve të vendosura në trashëgiminë kulturore, disa prej të cilëve sot i kanë hapur dyert për vizitorët. Ai shpalosi dhe disa nga punët që do të realizojnë deri në fund të këtij viti përmes planit vjetor. Ovaj del ne završiva ovaj projekt sot. Znači imamo. Kjo ditë nuk përfundon këtu, pasi kemi edhe 2 gërmime në 2 lokalitete. Në Kalan e Gjenovicës atje tashmë punimet kanë filluar, pastaj vjen Kalaja e Ravenit. Po ashtu kemi rikonstruim dhe restaurim të xhamisë së vjetër në Raven, e cila është në fazën përfundimtare. Kemi elaborate për mbrojtje në fshatin Vërtok për 2 shtëpi të vjetra dhe mozaikun që e kemi të hidrocentrali në këtë fshat, të titulluar Njeriu dhe Drita. Arjan Rufati nga qendra për konservim sqaron se çdo vit në Gostivar rritet numri i objekteve të vendosura në kategorinë e trashëgimisë kulturore. Si vjet janë disa objekte të tilla në fshatin Va dhe në Vortok. Ai kërkon që në kompetencët të kësaj qendre të jetë edhe komuna e Vrapçishtit dhe ajo e Mavrovë-Rostushës, pasi edhe atje ka shumë objekte të trashëgimisë kulturore dhe lokalitete arkeologjike. Këtë vit, qendra për konservim në programin vjetor do të ketë projekte të reja, objekte të reja të cilët do të vendosen në trashëgiminë kulturore, janë objekte në fshatin Vërtok dhe disa objekte në fshatin Va, që i takojnë komunës së Gostivarit. Se ingerencat e qendrës për konservim janë vetëm në komunën e Gostivarit. Ne shprehim dhe duam që kjo qendër për konservim do të thonë të ketë ingerencat edhe në komunën e Vrapçishtit dhe në komunën e Mavrovës, që të mund përfshirja jonë të jetë më e madhe. Ekspozita është vizituar nga një numër i madh i nxënësve të shkollave fillore të qytetit, ndërsa e njëjta mbështetet nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.